Tani, nëse mund të tregojmë disa këshilla apo disa mënyra naturopatike të personave cilët vojnë të fryrje? Mos harrojmë stresin. Stresi është elementi kryesor. Po, ju e përmendet pak më herë, gjendja psikologjike, stresi ndikon në përkeqimin e gjendjes së zorëve, po ashtu edhe në fryrjen e tyre. Po, atëherë ekzistojnë shumë mënyra naturopatike të cilat mundet bëjnë edhe për problemet e dhimbjeve edhe për gazrat në zorë, që po i rëndisin poshtë. E para nga kryesorët është uthulla e mollës. Uthulla e mollës, organike gjithmonë flasim, është e mirë, pra duke konsumuar 2-3 lugë, 4 lugë, 5 lugë, një fixhan kafeje në ditë, pra varet, pra duke konsumuar edhe në mëngjes, duke përzier edhe me ujë, rregullon problemet edhe me refluksin acid, rrit edhe nivelin e bakterëve sepse është një probiotik, rrit nivelin e baktereve të mira, dhe po ashtu të rrit edhe nivelin e acidit të shëndetshëm në zorë duke i modifikuar. Një element tjetër është sujqe, është një lloj pije fermentuese që mund bëhet fermentuese ose jo, mund bëhet në shtëpi, e cila është midis përzierjes së urkullës së mollës, të çajit, të xhinxherit dhe të mjaltit me limon, që mund bëhet në të mënyra. Zihet xhinxheri, pra në 1 litër e gjysmë ujë, disa feta xhinxheri, pasi hidhet në fund uthulla e mollës përzihet me mjalt dhe me pak limon hidhet në shishe dhe pastaj kullohet ky çaj i xhinxherit në këtë shishe dhe ose mund fermentohet ose mund pihet ashtu. Është një elementet më të mirë që ndihmon të nxjini gazra, nuk krijohen gaza në sistem, por është dhe forcues dhe antiinflamator shumë i fuqishëm. Po ashtu xhinxheri freskët i konsumuar në formë çaji. Çaji karafilit, vaj karafilit në ujë që mund të konsumohet 1 deri në 2 pika vaj karafilit. Mund të konsumohet për fryrjen e zorëve dhe mos krijimin e gazrave në zorë, sidomos 1 orë pas vaktit, 1 orë, 1 orë e gjysmë pas vaktit, konsumimi i qymyrit të aktivizuar, i cili mund të merret kudo, për një element për një kohë të caktuar, sepse ai bën bllokimin e gazrave në zorë. Element shumë i mirë janë enzimat trece. Edhe midis tyre, pra për të kuptuar a kemi, sepse për të duhet bërë një analizë të enzimave, a kemi mangësi ose jo. Nëse ne nuk kemi ndonjë mangësi, patjetër nuk kemi nevojë që t'i marrim, por zakonisht papaja dhe ananasi janë elementet më të mirë për shtuar nivelin enzimatik. Ushqimet që kanë nivele të larta të probiotikës, sepse zvoglojnë edhe dhimbjen, edhe fryrjen, por dhe kultivojnë nivelin e baktereve të mira në zorë, sidomos me problemet e shqetësimeve në zorë, siç është sindroma e zorës së irrituar të tjera. Ka futur lakrën tushi, lëmur lakrës tushi, kombuçën, kefiri, uthullën e mollës e tjerë e tjerë. Vaj disa erëza siç është kopra, finoku, borziloku, manganosi që do të konsumuar në shumë. Dhe sidomos vaji i finokut është shumë i mirë për lehtësimin edhe të kapsllokut, edhe të mosfryrjes. 2 pika vaj nga ky i futur në ujë, në një gotë ujë 150 mg, duke konsumuar për një kohë gjatë, nuk është problem. Element tjetër mund të jenë për shembull çaji mentes, i cili relakson edhe stomakun, relakson edhe zorën, zvoglon problemet e fryrjes dhe shumë i mirë për problemet e sindromit të zorës së irrituar kryesisht. Midis këtyre çajit mentes mund ta gëshetojmë me çajin e kamomilit, për shembull në darkë, dhe mund ta gëshetojmë me çajin e xhinxherit paradite. Pra gëshetimi këtyre dyave që mund ne të konsumojmë, ose edhe veç çajin e kamomilit, sepse çaji i kamomilit ka veti antispasmidike dhe gjithashtu redukton dhe inflamacionin në zorë, por gjithashtu dhe stresin, nivelin e stresit. Por është edhe nivel që jep edhe nivel, është një, mund të themi një probiotik natyral në zorë, sidomos në darkë duke u konsumuar. Element tjetër është koriandra, që mund ta konsumojmë edhe si çaj. Kjo faret e anistes, është ajo anisja sibim që mund ta konsumojmë si çaj. Bën dhe tretjen mirë të ushqimit, largon edhe gazrat, mund ta konsumojmë edhe si erës, duke përshëtuar edhe me xhinxherin, edhe me element tjerë, por edhe si çaj është shumë mirë. Ananasi është shumë i mirë, papaja është shumë e mirë dhe kastraveci, lëngu kastravesit me pak limon, sepse heq nivelin e toksinave që mos krijojnë bakteret e këqija. Nivelet të tjera për të rregulluar është frymarrja, pra sidomos frymarrja. Po, frymarrja, rreth pas ushqimit 10-15 minuta, 20 minuta, një ecje do jetë e mirë. Masazhet e barkut her pas herë, duke bërë në orar të lëvizshmërisë së tyre. Pra që mund të bëjmë aktivitetin fizik, që mund të organizojmë gjatë edhe para dhe gjatë ushqimit. Konsumimi në ushqimit ngadalë, që është shumë i rëndësishëm. Përtypja ushqimit gradualisht e duke mbajtur shpesh më shumë gojë. Pra jo ta kalojmë direkt.
shmangjen e ushqimeve të këqija, pra ato ushqime që ne tham, pijeve, gazet e tjera, dhe rregullimin e problemeve të hormoneve dhe stimulatorëve të tjerë që ne mund të përdorim. Mund të përdorim edhe disa vajra të tjerë, për shembull mund të marrim vaj kokosi, një lugë gjelle, mund të hedhim 2 pika vaj mente, duhet ngrohur pak dhe duhet fërkuar në formë rrethore me të dyja duart barku, ose për shembull edhe me vajin vetëm të mentes, ose edhe me vajin e kastorit. Mund të fërkohet pra një moment për të bërë edhe qarkullimin mirë, edhe për përmirësimin e qarkullimit të gjakut, por edhe arsyen e qarkullimit të zorëve për të rregulluar nivelin metabolik të tyre. Në qoftë se duhet konsumojnë. Unë të doja thjesht, ka disa të tjera për të përmendur. Kam dhe një pyetje të fundit. Tani ndjes për pyetje, ndjeset e publikut, po ka njerëz që prodhojnë shumë gazra, ka njerëz që nuk prodhojnë, ka njerëz që kanë gazra me aromë të keqe. Kjo tregon ndonjë problematik për shëndetin? Atëherë varet edhe nga ushqimet, por edhe nga niveli enzimatik, unë i thash nga niveli bakterial, që kanë në zorë, sepse të thash ka edhe nivelin prodhohet hidrogjen, prodhohet metan, prodhohet e squfur. Zakonisht aromën shumë të rëndë lëshojnë elementet e squfut. Ne ku konsumojmë sidomos ato elementet e hudhrës kryesisht, apo brokolin, kur konsumojmë brokolin, lule lakrën, mund të kemi gazra më shumë ose me erë më të rëndë se sa të tjerët. Por, unë kam thënë dikur që edhe aroma e gazrave ose ajo që lëshojnë gazra tregojnë disa probleme. Patjetër tregojnë problem disbalancimit në zorë të baktereve, mund të tregojnë një probleme në mërqi, mund të tregojnë një problem në pankreas, mund të kemi një problem në tëmth, ose mund të kemi edhe një problem të një inflamacioni edhe në zorët e holla, po edhe në zorët e trasha. Pra një nga problemet e sëmundjeve. Parazitët tregojnë problematik? Po edhe parazitët po ashtu tregojnë. Po edhe parazitët janë një nga arsyet kryesore që kanë këtë problem. Kandida po ashtu është një nga problemet të cilat jep to shqetësime. Pra mund të japi edhe fryrje më tepër dhe gazra më tepër se çdo. Sidomos por edhe metabolizmi, është dhe metabolizmi, që ose metabolizmi juaj është i dobët, po dhe janë dhe disa disa hormoneve bazë të cilët indikojnë në mënyrë indirekte të problemet e zorëve të cilët mund të sjellin të problem.